Kaltërsia e pelës detare po vërehet qartazi me lindjen e diellit. Valët e detit janë kthyer në tingujt më të pëlqyer për mysafirët. Në bregun jugor të Ulqinit, Hotel Panorama ka hapur dyert për të 8 vit me radhë për pushues nga rajoni e Mëgjerë. Ky hotel ndodhet në plazhin e madh, i cili është një nga pasuritë më të veçanta natyrore të Bregdetit shqiptar në Maltezi. Hotel Panorama është një prej hoteleve me pamjen më të mirë në plazhin e madh të Ulqinit. Jeni në Panorama Long Beach, është një hotel i cili unë e konsideroj duke qenë që jam edhe mikoqire, mikpritse, administratore e hotelit, mund të them që hotelin e kemi konsideruar dhe kemi konceptuar në idenë e një hoteli mesatar familjar. Çfarë nënkupton? Nuk nënkupton hotelin e thjesht në kuptimin infrastruktural, po duam që t'jemi shumë afër mysafirit. Mysafiri gjithsesi që ai kur të vinë në pushime ta ndjej veten si në shtëpinë e vet. Bën vetëm një ndryshim, për shembull ta marr nga qyteti, po shkon për një fundjavë në shtëpinë ku e kanë periferi ose në fshat, kështu që mos të bëhet ai ndryshimi i madh, domethënë nga shteti në shtet ose nga qyteti në qytet dhe t'ju japim sa më shumë hapësirë në raport me tolerancën tonë nga pjesa e stafit tonë, por që dhe vetë mysafiri të ndjehet i kënaqur në mënyrë që të ketë mundësi që të vijë përsëri. Mysafirëve ju ofrohet ushqim tradicional, mikpritje ngrohtë e shërbim cilësor. Duke marrë parasysh që hoteli jonë ofron pension, domethënë fjetje, mëngjes edhe darkë me shërbim, me vetë shërbim, themi, domethënë t'i heqim ca terma të vjetra që i kemi patur dikur, nuk kam dëshirë në atë, domethënë mysafiri vetë shërbehet. Kryesisht kemi ushqime tradicionale që i përdorim zakonisht të Ballkanit, flasim atë sepse ne përveç mysafirëve të diasporës së Kosovës, mysafirë nga Kosova, nga Shqipëria, ne kemi mysafirë edhe nga Bosnia Hercegovina, kështu që nga Maqedonia e Veriut kemi shumë mysafirë. Këtu mund të cek Shkupin, Tetovën, Gostivarin. Kosova është vendi saj i dytë. Enkela Bisha, artiste e njohur me zë të veçantë dhe të ëmbël, tashmë është një koqire turistëve nga vendet e rajonit e Mëgjerë. Jemi në fillim të plazhit të madh dhe ne mundsojmë dhe unë zakonisht jam shumë e afërt në komunikim me të gjithë mysafirët, në atë kuptimin që i pres, i përcjell, i akomodoj deri në momentin që ata kanë nevoja nga ato më elementare, çka është shumë e natyrshme, sepse ju them, ju lutem mos shkoni në plazhe të cilët paguhen, sepse ne këtu mbrapa kemi plazhet publike. Dhe unë ju sugjeroj që edhe në këtë rast bëhet një kursim i hollave, pse jo, apo më kupton? Dhe ka mundësi që ai qytetar të marrë një çadër të thjeshtë, apo më kupton, e vendos në plazh të cilin nuk e paguan, por gjithmonë ne kam parasysh që ju them, ju lutem, mbeturinat i merrni me vete, për arsye që ne të ruajmë ambientin. Derisa flet për kapacitetet që posedon hoteli, Enkela Bisha thotë se është viti i 8 që kanë të njëjtin staf të punëtorëve. Neve kemi dhoma familjare, kemi dhoma standarde, kemi dhoma domethënë edhe për familje, vetëm dy lloj apartamentesh i kam. Zakonisht janë dhoma të cilat ne ju mundsojmë që prej fëmijëve nga 0 deri në 9 vjeç e kanë gratis. Por unë jam munduar duke marrë parasysh edhe krizën ekonomike që është në global, në të gjithë botën, po aq më shumë në rajon, duke marrë parasysh të Kosovën, Mali, edhe Malizi, edhe neve jemi në një lloj, apo më kupton, rritje të inflacionit, jam munduar që të bëj një zbritje për 15% në raport me çmimet e vitit kaluar, por që të mundsoj edhe paketa familjare. Hoteli i cili ofron pamjen Panoram mundson edhe sigurimin e mjekut 24 orë brenda hotelit. Nuk jemi më të mirët, sepse ka mundësi, shikoj, unë nisem nga vetja ime. Në një moment kur unë kam mundësinë financiare, unë kam qejf të dalë, të eksploroj, të shkoj kudo. Por se e kam vënë re që kam shkuar, por gjithmonë jam kthyer një vendi ku unë kam gjerë veten shumë më mirë, kam kaluar shumë më mirë. Unë mund t'ju them një gjë. Ndoshta do të kemi ne gabimet tona gjatë rrugës, sepse aty ku punohet edhe gabohet, apo jo. Por se them që tek ne do të gjejnë mikpritjen, do të gjejnë shërbimin e mirë, do të gjejnë akomodimin dhe do të gjejnë gjithë këtë parajs që fillon nga këtu edhe mbaron në fund të erdhjes së detit.